Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në edicionin e parë të Mozaikut për këtë vit. Ruajtja dhe kultivimi i trashëgimisë kulturore nga gjenerata në gjenerat është gjithnjë e më nevojshme. Së fundmi është marrë një iniciativë për të rinj që duan të mësojnë instrumentet muzikore. Se për çfarë bëhet fjalë, ndiqni bisedën në vazhdim. Të flasim për trashëgimin kulturore, sidomos ta ruajmë atë nga dita në ditë, jo që është e bukur, por është edhe nevojë, sidomos për gjeneratat e reja. Për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, ne sot kemi përgjedhur që të bisedojmë me Agron Pllumaj. Agron, përveç punës tuaj profesionale që merreni, ju jeni njohës i mirë i instrumentave tonë muzikor. Dhe së fundmi keni filluar edhe një iniciativë për ruajtjen e instrumenteve tona muzikore, për të cilat do të flasim më vonë. E unë në fillim të kësaj bisede do doja që të na tregoni ashtu siç edhe paralajmërova, siç e thash, për ruajtjen e tyre instrumenteve tona muzikore nga brezi në brez, nga viti në vit. Përshëndetje, mirë se vini në studion time. Po, ka masë 20 vite që merrem me ruajtjen e instrumentave, traditës, këngës, vallës, edhe përmes ansamblit shqiptar që realisht e njihni. E keni pas njoft mami më thonë se është mbyllur për fat keq, por do të thotë të kanë se jam njohës i mirë instrumentave dhe momentalisht kam mbi ndoshta 200 instrumenta nga gjithë bota në studion dhe në bodrumin tim. Mendoj që jam munduar që t'jap një kontribut jashtëzakonshëm në këtë fushë. Si e shihni ju interesimin e të rive për instrumentet muzikore, për trashëgimin kulturore tonën? Po, para 10 vitesh kishte një interesim më të madh. 10 vite e kanë lej, po themi ka ra një mënyrë interesimi. Mendoj që është edhe kjo pjesa e teknologjisë e cila po ban vetën. Pra, rrjetet sociale, po themi si natën, si ditën tek rinia, kanë reaguar mendoj negativisht në këtë rast. Dhe për fat keq as institucionet, cilat kanë mundësi me ndihmu, nuk kanë bën asnjë gjë për këtë çështje. Pra, jena në një po themi fazë, po themi në një mënyrë edhe negative, në një mënyrë për ruajtjen dhe trashëgimin e instrumentave, kështu që mendoj se sa më parë është mirë që të veprojmë në këtë drejtim. Së fundmi ju keni shpallur edhe një konkurs, të cilët edhe përmendem diku në fillim të bisedes, pra për të rinj, për fëmijët, siç e thatë edhe ju, për të kultivuar kështu dashurinë dhe të mësojnë për instrumentat tonë. Do doja që na flisni pak më gjerësisht për këtë. Po, një person që do të përshëndes të falenderoj është Valdet Çobaj, që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është pjesëtar i fondit humanitar Troje Tona në Amerikë, i cili më ka kontaktuar të kena biseduar për këtë çështje. Unë i kam thënë edhe Valdetit sepse biseda e parë ishte ta mësojmë lavdën ose lahutën. Unë i thash, mendoj që nuk do kemi rezultat. Pse? Nga eksperienca ime, që kam me vite në këtë drejtim për mësimin e instrumentave, lavda ka kënë instrument i cili ka kënë si anashkaluar. Kisha vetëm një nxancë, që ishte në lavdë. Asnjë tjetër. Tjerët e anashkaluarin një mënyrë. Unë i thash, po bëjmë kështu. Po vendosim lavdën, fyllin shiftëlin. Pra, 3 instrumenta, trinomin e instrumentave dhe po provojmë që shpresoj që në aspektin e ndërgjegjes të rilin një gjë tek, po themi, shqiptarët në Malzi. Dhe është një piknisje historike që malësorët, si të plavës gucis, si të shpresoj së shpejt nga kraja dhe anë e malit, të kenë mundësi që të mësojnë të falas instrumentin. Dhe duke u falenderoj shoqatës, do të thotë Troje Tona, por edhe sponsorët e tjerë që do paraqiten dita ditës, kena filluar një iniciativë e cila shpresoj që shumë shpejt do të ketë rezultate shumë pozitive. Atëherë, si është parapar kjo, do të thashë ky kurs për të mësuar këto instrumente, si është parapar, ku të mbahet, a ka të interesuar, prej cilës mosh ndoshta mund të paraqiten, deri në cilën mosh? Tani, mosha është vendosur jo fikse, por si momentale ta quaj 15-25. Pra kjo mosha, po themi rinore, që mund të jap kontribut në zhvillimin e kulturës. Tani, kursi do mbahet në studion time,
këtu, ku jemi momentalisht. Momentalisht është vendosur, po shpresoj që të zgjerohet numri. Momentalisht është 5 veta. Shpresoj që në të ardhme do të të rritën në 10 veta. Që kursit t'ju mundësoj këtyre do të thotë talentave të rritë mësojnë instrumentat. Kursi në fjalën është falas, pra mësojnë lavdën, çiftelin dhe fyllin përmes metë. Dhe duke falenderuar sponsorëve që po themi do rritën shpresoj dita në ditë. Besoj që do të bëhen të shtuneve dhe do kemi mundësinë nga shkurti në maj apo në qershor. Korrigush do të jetë pushim dhe prap shtator, tetor, nëntor, dhjetor do të vazhdohet prap kursi. Tani, momentalisht janë duke u porositur lavdat në Shqipëni. Do kemi mbi 12 lavdat porosituna, çiftelia në Kosovë dhe disa fylla ose bilbila, të cilat do vinë shumë shpejt në Malsi dhe shpresoj që javën e parë në shkurt do startoj. 5 part, po themi në një mënyrë do të kenë mundësinë që të kalojnë në një mënyrë direkte, në një mënyrë. Kurse shpresoj prap, duke ju, po themi, shpresoj falënderuar sponsorëve të ri, të kemi edhe 5 të tjerë, të cilët do kalojnë një testim të vogël tek, po themi, shkolla, testim veshit, që do të shohim se kush do ta kalojë edhe atë, po themi, realisht testim për t'ju bashkangjitur këtyre grupeve. Pra, se si vazhdon ky kurs. 30 minutë mësohet në lavd, 30 minutë mësohet në fyll dhe 30 minutë mësohet në çifteri. Jem duke biseduar që të formojmë një ansambël, që të gjithë shqiptarët e Malëci të jenë kyçur në këtë ansambël, që ky ansambël të përfaqësojë kulturën shqiptare në për festivalet botërore siç ishte ansambli Shqiponia. Pra, besoj që brenda 1 apo 2 vitesh do përzgjedhet një instrumentist që është më i miri, që ka mësuar këto instrumenta, dhe këto shoqata, këta sponsor kanë do të thotë përgatitur një dhuratë prej një instrument falas për personin dhe 500 euro për ata që do të jetë më i miri në improvizimin e këtyre instrumentave. Ju morët këtë iniciativë për të mësuar fëmijët apo të rinj më saktë nga mosha 15 deri në 25 vjeç. Konkursi është i hapur. Sa të kënaqur me interesimin deri më tani? Momentalisht. Edhe pse nuk ka filluar akoma. Momentalisht janë 13 veta. Është shumë pozitive. Kam çdo ditë mesazhe. Duhet të bëj një gjë publike përmes kamerës. Të dashur vëllezër e motra, ju që më shkruani çdo ditë sa kushton një instrument apo tjetri, është falas. Pra, çdo instrument mësohet falas, nga vetë agroni, i cili në mënyrë po themi minimale paguhet nga shoqatat. Gjatë kësaj bisede ju thatë se keni paraportë që ndoshta një grup të jetë me 5 veta, mirë po, siç thatë edhe ju deri me tani që është konkursi akoma i hapur, janë 13 veç të paraqitur. Dhe ky është një fillim i bukur dhe i mbar. Besoj edhe jeni ju shumë dhe motivuese dhe entuziast për këtë fillim. Unë shpresoj që të vazhdoj kështu, të jeni ju të kënaqur dhe që edhe të rinjt e vendit ton, pra të Malësisë, të mësojnë këto instrumenta, trashëgiminë e bukur tonë kulturore. Unë ju falenderoj që ndatë këtë kohë për ne dhe që na treguat për këtë iniciativë të bukur. Faleminderit, paqe, bekim me gjithë. Ju përshëndes.